Pikpamjet e shprehura në këtë episod të podcast Travec janë personale dhe nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të organizatës Futja Ngjyrë. Mirë mbrëma të dashur teledirigjues, jeni në sezonin e parë të episodit të parë të podcast Travecit. Unë jam e dënë qitohu për ata që më njohin edhe së njohin. Musafir sot e kam në veçantë për veti, për juve nuk e di, po është personi që ka shty me thonë, kejtë më kam vetë ku e ke morat vetë besim që e ke bo atë podcast, dhe me thonë sot e kam tunë kitë personin që ma ka shty vetë besimin, edhe që më ka bo hurë me një farë mënyre, përse është që se ka bo edhe vetë me dosane. Me mu në studio sot të Futja Ngjyrë, të cilët i falenderojmë shumë për hostin dhe mikpritjen, është Murat Hyseni, themeluesi dhe krijuesi, a muna mi thonë, i bendit ZHGLE? Bon edhe ashtu. Faleminderit për ftesën, si na po më ti? Qysh faleminderit për ftesën, ti më ke ftuar vëlla. Po dhe? Qysh faleminderit për ftesën. Faleminderit për ardhjen. Faleminderit që ke ardhur. Tash ti dush me thonë, okay, shit. Se ju mësu që të më të koni ftuar në për studia, që jara. Te edhin që une do të mi këshyr forët në për telefon. Falenderoj edhe një herë për ata që nuk më njohin, për ata që më njohin me Muratin edhe me shoqërinë këtu të Futja Ngjyrë, cilët janë prezent pas kamerave dhe pas murave. Jemi shok edhe një të reale, po sot kena me full në 7 sene që nuk i folim tavolinë, se zakonisht nuk jena veç në dy bashk, po jena edhe një 4-5 të lusuma tjerë, që lipin mja pagu kafet. Kështu që falenderoj edhe një herë që ke ardhur, që e ke pranu ftesën. Me ko Musafiri unë i parë, shpresoj që ky sen dhesës stand-up janë nuk ka dhesë hiç edhe. Jo, mas shumë ka dhesë. Shpresoj që me cicen Top Hoxhi s'ka më na lukuçën, kështu që përshëndetje speciale. Përshëndetje. Okej. Munësh në pika të shkurtë më prezantu pak, më shumë në aspektin artistik, se sa në aspektin me thon personal ose profesional. Po. Unë jam Murat Hyseni, po ti më gjej mirë se sot kena pi kafe bashkë dhe dalim shpesh, kështu fakte. Na vjen me dal shpesh edhe të kam berber personal. Unë qedh pa parë gajer. Sidomos në fund muajit kur po të vi pa parë. Po unë jam Murat Hyseni, unë ja kum nis një farë bendi ZHGLE. Jo që muzika është ZHGLE, po emrin e ka ZHGLE. Edhe muzika është ZHGLE, po. Varet kënë e pyet, a? Varet kënë e vet. Nëse vetë se lagun bazik, ZHGLE është. Adin? Ose lag bazik, a ZHGLE? Po dhe deja për ty thash. Po e kena nis një punk band, ZHGLE e kena lon emrin, në të jena këgjatë Antonia 5 veta. A mund është mi cek për avërsisht të cilat instrumente i lujnë? Për hatër të bibliografisë, metodologjisë. Ja filloj pe bashkëthemeluesit bendit, Albioni, i cili është mbrapa kamerave. I cili është e prek soundboardin, do me thonë, për vetë rrejshë vloga. Kjo është drumeri i bendit, edhe jena kun bashkë që tu në Futja Ngjyrë, ku jena tu nejtë qëtash, kur veç si teme nësëm si laf, kështë me bo band, diçka s'kem bendin Mitrovic, troku të fjalla, ka ona jugu të fjalla, se veri go full, po, është ndërejqë qëto pak se për më shkallera. Kushin ata bendën në rëk veriut? E gore, kushin këta dy personë s'na përmenin asë ata ne. Referenca. Po, me të e kena nis, e kena po që s'kofort, qyteti e rokut, s'ko bendet rokut, adhen, dhe qish pak palidhe, adhen, tu bo laf shtaj. Bojna një band, unë s'di me knu, adhen, se po kena edhe munges vokalist, dalë bërtas që aty në mikrofon ka pak, tin të pona, këshirë me marrë në gitarist, dhe qështu si najgare ka nis. Tani kena marrë antar të bendit, Elmir Aliun e pa të marrë, në basu konaj, po a e la për shkoqe personale puna e që farsane nuk mu i ke fort. Obligime. Fmija e, që se sanë. Kamionat. A e la bendin, tani në vend tina, u ardhë Beni Mehmeti, Mehmet D, jo të, Mehmeti, po laju. Beni Mehmeti, Kusa followers atë mi orë ty me shqipi për me. Po, famshëm, 5 veta që në këshirë. Qatë se më kur nej atuna. Velshën e live aver. Po, Beni Mehmeti orë në ventina në bas. Main gitare kena Tefik Ujkoni, cili është i vushtres, e meritoni dark të kitje. Hajde, Albian, jo veç për vetë.
Po, Çfarë mund të ky për vllot vetë se po sheja. live bene e vlloi drëmerët. Kush është tjetër? Po Orber Alio, edhe ai është rhythm guitar, ai world antori më i ri në band. Po çta jena. Nëse çka dezinformot çka i pas të se beni ka ardhur më i ri ose live po. Sa ai është 2007 shumë duket atë. Okej, të më shtosh Albion, jo më duket, ha? Jo, ha? Ja spaskëm, dezinformot. Okej, unë që ju kom përcjell shumë, ko nashta plot njerëz që më kanë po në atë videon virale të festivalit të bën me kryone, që ma kanë të po fort. Po ç'a më bë? Qysh ti e di që ja ke nis edhe bende këtë ja keni nis me bë rock me thon, ajo normal që është rrymë rockut, po ju ja keni nis më shumë me bë punk. Po. Edhe punky është rrymë e muzikës që Okej, shtjellojna ma vonë këtë. Po unë pyetja ku do shta me thollën, qysh ke orti deri te muzika edhe pse bash punkin? Edhe cila ka qenë lidhja jote e para ose inspirimi? Do me thonë se ti s'ma mërmenja që me 10-12 vjet nashta edhe keni, nuk e di, për që ata janë ortu me ditë më shumë se anë për ty. Po cili ka qenë bendi, cili ka qenë gitaristi, cili ka qenë rockeri. Unë prej që Edhe pse bash punkin, fal. Po. Unë prej që më koni vogël, më ka ndodhur me ngu rock, AC/DC, si krejt këta që anisin me Led Zeppelin Deja për shembull, si e bendi parë që ka ngu. E di se më ka vallëzuar 100 herë. Si krejt që anisin me këto main bands, AC/DC, Led Zeppelin, Guns N' Roses. Unë ja kum nis tamam me ngu rock me AC/DC se një dojë jemi, shout out to Berkine. Ai do më thonë këse metalheadin në dhejta si vojbe. Të nguaj muzikën, një flok shanë dhom atë në laptop, ai të ngu AC/DC që si sene, që ato ja pa ta nis me ngu, të më jap kontekst që ashtë rock, o qyshe, tek e northa deri në këtë krem këti genre, që ashtu ja pa ta nis 6 vjet, 7 vjet me ngu rock, ata man punk, ja kum nis këgjavon me ngu punk, dikur para 2 vjet ja kum nis me ngu punk, e pa ta këshyr në serial, Sex Pistola, diçka që pa të mbo për jetën e Sex Pistola. Altijat e seksit. Altijat e seksit. Okej. Altijat që bujnë sekës. Okej. Fore ka qikët, ma përmena. Që sot e brita. Nej. Po, e kum qyrë që atë farë seriali për jetën e tyne, tani jëm hikum ngu, tani pe atyet, ja hum nis me ngu bende tjera të punkut, ja hum nis me ngu Ramonsat, ja konsiderohen bashkëpunk. Rahmonsat a Rahmonat. Ja hum nis me ngu Ramonsat, pe tyne tani të hi ma felle, ja hum nis me ngu Black Flag, cilët janë kun ata që më kanë jep inspirim ja nis me knu, se vaj vokalisti Henry Rollins, edhe aj këgja një farë kur farë vokale, dhe veç të bërti tipi, kështu, kur farë melodie, kur farë kërgjë, ku më thonë, kur mënet këtë që aka mënë që s'mëj, adhe me bërti. What the fuck, man, old Albanian rock, Te e problema tash, ti për shembull nuk e di çfarë lifestyle ke pos coming up të urrit, po a ka lujt rol për shembull, na që të kena shoqni që nxjohum të pak të kishit kena pon sheher, e dina që ke pos flok drella, ke pos gota, tamani e kon kështu, edhe mos me doshti me kon rocker edhe ti shekon çapo di unë, najsane kishum ditë më herë që je pirokera apo diçka, kështu që a ka lujt rol për shembull. Unë jam rrit në tunel të parë. First tunnel. First tunnel. Ja. Unë jam rrit në tunel të parë. Është për këta që se dinë ose në kohë ranguna i kësha. Në këtë orë të bona. Për ju që e dinë ditë se dinë. Po ky budalla pas garon dashni me princeshën. Unë jam rrit në tunel të parë, është një lagje. Para lagje. Është një lagje e Mitrovicës, në periferit Mitrovicës. Mund është me thonë, dokumenta mos gabofsha ka të në gjehet. Jom rrit 16 vjeç aty. Ti katunori, ja. Live. Pre ordën për një fshatit e dije, kështu tamam këtë katunori jam total, kështu. Ja, get it. Daddy për të dije, live. Kështu komplet katunori jam. Këtë familjarët ka thonë, ç'është era kat, baba jot në katun rrit, babgjyshi jot kon bëjk. A den ka dore të rocker, këtë triva po, jom rrit tunel të parë, pe që jom lind kom jetu deri kom bu 16 vjet. Është një lagje pak ma, po di me thonë pak cringe, po më duhet me thonë po pak ma ghetto, atë? Që ashtu njerës janë kohën atë,
Hip hop ja keni nisë me ngu. Po, e vërtet, hip hop mas shumë të në fillim kur kam nisë me ngu muzikë, ja kam nisë me ngu hip hop. Ja kam nisë me ngu sikur rreth e jam, abden. Rreth jam është në band hip hopit atë. Po. Qa kanë ngu rreth e jam qëta unikatilin, noizen që ta e të bëha o të rë. Unë thësha. Më duket pa të rrejnë për qëta. Që e konë këndër. Unë thësha jo me unikatilin, adin pa e ngu kurën, s'kena pos internet dhe i vonë. Kur s'këm dit as kush janë. Po thësha e me të bëha, që shtu tani hip hop të ngu pintat mas shumë të tani pa të më pëlqy. Edhe rock AC/DC që ashtu që të kallëzova influencat për që më konë kejti vogël. A dim se po thëmë në, se për shembull, ora po nis në pivetit, që jam rrit në lagjën Tavnik që me letra me dokumentat komunës ngjehet lagje, nuk ngjehet ka thënë. Katon, jo. E zë thu si me konaj sen superiora. Ja, po ik forë. Do të thonë kur gjë burra, edhe pse kam në tru fakultet kryma, ma që më botë, shout out si. Ma holla, edhe duket kum bo muzikë edhe te edhe pak rock diçka, kum holla instrumente, po apetun në shpirt temin, e kam për shembull hip hopin e rapin. Edhe më duket vet fakti që kum lind, që jam rrit me një lagje të tillë. Më ka po pak ma shumë me një këtu rryma edhe normal tash hip hopin në Amerikë është ma i avancuar edhe çato rrjedha i më kontë non stop, unë kuptoj. Nuk ka për shembull unë që jam rocker, kum pos lëkë të gota edhe vet. Edhe ke pos drejtza. Vath ngus kum pos ko rasën kthiz, po ç'a më bën, është anxhej në rocker, i bom synet janë, është ç'a janë nxehë. O më pas ka dhënë telefonin, më kanë hu pyetje ta. E për çata ke shtu thona, unë kupton se unë për veti qysh e menoj këtë sen është që rrethi, ambienti pa marrë parasysh prej familjes, edhe as shtëpisë tem nuk janë kon rockera për shembull që më thon ndaj bandit 2000-tave ose më herët, po lun rol për shembull Maholla, lagja Banesa nëse e rrit ose apo den shkolla, në varret edhe në cilën shkolla e kon gjimnaza, e kon mjekësia, e kon teknika, apo den. Çfarë është mendimi jam? Ti përmend edhe disa bende që domethënë i ke ngu, domethënë nuk e unë për shembull që shoh punkun si muzikë me sa ku mujt më perceptua është muzikë e revoltës. Po. A në kupton? Plot do vende ku ka pos konflikte ose post konflikte. Kesh pak se. Ja më stani se po mdhimën. Post konflikte pa unë ku ka muzika që e ka dheza, benzini. Në kohët paqes po menoj edhe pse ka konflikte normal, non stop, jo vetëm në Kosovë, po në secilin vend edhe demokrat, po du me ditë sa vlerësohet edhe sa nguhet në Kosovë. Edhe që don me fol për Mitrovic folëm, nëse don edhe pse është rreth pak më i vogël, po në Kosovë ngohet, çtash sidomos kohët fundit, ka nis mu bo sidomos në Prishtinë për vrej shumë, një farë underground culture në ekstreme që ty në Sanav, po mohën giga në ekstrem shumë, vene si kur Defy Dhejmi, Termokes, ka plot vene lokalet ndryshme, anej ka Prishtina, po ka që po munohen me mojt një farë frymet undergroundit, edhe po ka e mbo ka që ato farë bendesh. Veç që ta është vonë që kem Metal Divided, ose Ali Hill Express që ka ndru emrin, kanë ka gjatë do bende, janë 20 gati në konë më zgabu. Shumë prezent, edhe pse s'nejta dhe në fundë. Shumë bende, është një farë fryme undergroundit që ja ka njësë këgja mu zhvillu, po vim bende për Macedonie, po vim bende për Gjermanie, që ta është vonu konë këgja një farë bende në emër i madhë, 1000 Modzat, që kanë... Te e ki ma icën e ty në më dëgëtë. Po, e ka ma icën e ty nëse u dash me kalzu që më konte ta, me bo flex pak. Ja ka njësë këgja një farë fryme e një kulturë strejme ordë kënej. Ka Mitrovica është pak ma problem, sidomos ne ka jugu ka na, tash këta rinia shumica po mënohen me një këtrejnda, abden, dorën zemër këtë roku e këto senet jëm pak, që me thonë... Plone onash po mena Plone onash, sidomos edhe në industri t'jashtit për shambull. Rock'n'roll u bo ma shumë si kur tu e milk nostalgjin me thonë, abden. Me thonë një përqindje e modhe audiencës roku që janë edhe jashtë Kosove në për Evropën të na ondë, e ka një farë shprehje me shku me ngu këto bendet e vjetra, nuk ja u japin shansën fort bendeve të reja. Sigur Skorpion sa që kemë. Po, njerëz me kroqa, tuk nu. Nuk është që është pak zhanër i dekë në dorën zemër. Në farë aspekte më nëshme thonë. Ama ti po thu që qajo klopa, qajo
klika, se normal është publik këgja e Johnson, është vetë e kom po. Më thonë që ata e ruajnë, e prezervojnë, e shtin turshi, më thonë, e dojnë për shefi. Po nuk është që po ju japet fort mundësia, pa kanë nis nashta mu përmisu, po kohët fundit nuk u kunë gjështu. Mitrovic, e kom vrejt shumica Arenis, po mënohen me njek trendet, adën që reperi ri, që të teshat e reja, që Paul Manges, firma ma fort, adën, po mënohen. Dyqysh definicioni hipsterit, për menim tam, është qaj që njek trende. Kënej po na thoi neve hipstera, e kësi fartripa po na e lujnë qokën, këgjasim e të modhe, të do mos në komente një në TikTok të fut janë gjyres, janë 7 komente të më shorë rëpë, qa këmë, qështë komentet janë top, janë 3 leqe. Për menim ta, ma hipstera janë qëta që njekon trende, se sa na që mundu me bu diçka që e kem pasion, edhe diçka që e bën për ime nuk e fejkirot. Po, e bën për ime, po diçka që refuzohet që ka shumë. Edhe apet e bojna. Abdiqysh. Edhe në Mitrovic, abdiqysh vleqki. Abdiqysh. A më ta prin mes. Po, të nën Mitrovic është Mitrovica Rock School, ku shumica për neve që ato i ataku si muzikon, ta me thonë. Po ja kena nis instrumentin në fillim. Im shon halo. Im shoj halo të pona. Të pona, ja kum nisi drummer pak. Që atu po takom, fut janë gjyrë për na jap space-in për me... By the way, sorry që ndërpreva, faleminderit fut janë gjyrë edhe për hapësirën e podcastit, part episodit. Faleminderit Bardhylit shumë që herën bëhet për Kosovë, faleminderit. Edhe po na lën platformën këtë me shpreh talentin që se kem. Po, fut janë gjyrë është një prej veneve të vetme që na lën me organizu koncerte. Këti Varsani Patro Cente e kena bot ripin. Edhe Ronan Ishliu dorën zamër. Na ka ftu, na ka lënë me dol me bërtit midis sheshit që diçka është, muna me thonë, ka pos bende për Prishtinë pa thot gjen plot tjerë. Muna me thonë që është hera e parë që në qendër të qytetit është lut death metal ose hardcore punk. Domethënë një farë zhanri shumë i ranë. Ronan Ishliu kone para që e ka bën në qendër të qytetit, që na ka lënë hapësirën edhe shiqër zotës na ka rrekur. Amo ka gju kërkosh me Partizan. Po mendoj që ka shpresë, ka nis një farë fryme, me thon evropiane me hik ne kana. Se ja nisa me bëj jap shumë adën, i hina fellet, veç. Po. Jo, unë kështu dakordu me ty, kështu pajtu me ty se fakti i shumë jo veç muzikës për shembull, po edhe i artit ku ta diun vizatimit pikturave, muzikës, kërcimit, varet edhe shumë për hapësirave, okay? Ti për shembull e ki në Mitrovic një hapësirë, shqyqër Bardhyli po na jap hapësirën, fut janë gjyrë këtë stafi, faleminderit shumë edhe juve se bjerë po na vjen ju lënë anash, po ju falenderojmë nga ftërsia e zemrës. Ish danke euch für eure Gelegenheit. Që për jap hapësirave trive, adin, se për shembull ti nuk mundesh dikon me shku pa dhon diçka ose pa marr diçka, po plot do hapësira tjera, plot vende tjera, domethënë ti duhesh me pagu ose duhesh me bë diçka për me arrin dikon, për shembull në për vende tjera në Prishtinë ose të çelën Mitrovic do e ki hapësirën edhe pse mos më shfrytzu. Po. Nuk e di, s'është fundi më në çfarë, se më gjysore. Jo, më çfarë. Sholla ashtu i qizu kamera para me mos me kon i qizu pas do të vjen ispi fillim. Ja, kena thy veç 4 me këta. E çalon se shahor më. Që budalla po nuk më nuk jo për ime. Faleminderit aty në 2000 views icon stand up në YouTube. 2200 herën e fundit. 2200 herën e fundit live. 2200, po, bravo. Ka pomkesh, ma lexove 2200 ka 50 cent, 2500 euro. A mendoni, me siguri jeni ra dakord edhe bashkë më duket e keni një koncert radhës. A doni me vazhdu, a doni me ndryshu rrymën, a doni me qysh i keni se e di që për shembull unë që ju ngjë juve e di që nuk e keni sen super primar. Po. E merrni seriozisht, ju kom po, edhe për çata vi edhe ju nga edhe ju kom thonë që kam ardhur artini na ikun. Unë tu boki shoh unë jam kush e di kush e unë pa. Unë privilegj që mora. Pa ordën e emocionist ja. Privilegj për ju. Po du me thonë që adin pak jo të ardhmen e largt, po folëm 5 ose 10 vjet, jo 50 vjet. Adin veç me na tërgu për shembull deri në fund vitit, a keni ndaj koncert për vit rija për Krishtlindja, ku ta ditë. Po, që tash i kena lined up një 3 koncerte me thonë.
Një koncert e kena në poshtë për është një farveni ku ka post techno, mos gabofsha elektro, si varë scenësh. Runo po mytni se shumë poshtë. Vlaj. Po drum. Na e kam bu ftesë, nuk është që dina i sem për atë vend shumë, amo në ekstrem qose profesionale me neve. Mos gaboj me pi e qelta. Se po çesë na i sem. Poshtë për është në Prishtinë dikon. Kena në Termokes. Kena me bu open për një band Gjermanis, ja harrova emrin. Fuck it, nashta keq që harrova emrin. Lesh mi sy. Dije diçka ke, po... Aha, hudër se s'ligësh. Ha kep se s'ligësh. Po, kena edhe në Mitrovic, një që jena të organizu me organizatën Green North. Me fut janë gjyrën të nani mu shumë, Mitrovica Rock School na ka një mu shumë realizim të soj, edhe komuna e Mitrovicës. Jena të e bu një koncert, jena një 3 bende po besoj, të këshyrëm tash, zhgleja gjithë qysh, Kush janë këta zhgleja, të i komunirë? Keni line-upin, po më nëjë line-upin, keni disa bende meren që kanë me performu atë notë? Ose asë gotë 2-3 neta? Një është mrena notës një koncert, edhe jena një 3 bende, një herë s'pe bëj, adin s'pe përmeni, se s'po dhja s'kur del podcastes. Nëse del. The Angst. Kena me bo open. Frika që. Kena me bo open për një band, The Angst, nëse jam të ashtu emrin mirë s'po di. Po, ç'kja. Okej. I kena triat muin tjetër që përbjen. Qëtash jena në nëntor, a? Jo, qëtash jena. Shtator, respekt. Shtator jena. Jena në shtator, në tetor. Vlaçki shtator jena. Me një tetor e kena në poshtë për, me 3 e kena në Termokes mos gabofsha, edhe me 4 e kena në Mitrovic mos gabofsha. Pas një këgjatë gjeshën kështu, tash mos kena në një për Halloween, se ju kështa është duk një si drejshna, dhe si dëgjalla. Jo, pëse goti kene flek shkurda ime. Sa mirë që të qitë raki me kësit kofës. Ma thaj. Unë s'pi alkohol jam anti. E di, ma s'ki nevoj me kalzu se më duket. Emper po ma bëjnë background. Okej, shumë mirë, aktivitete paska. Për çdo të porën nuk ke tregu edhe ato 2 tjerat se di janë konë sigurta kur kena foljen në fundit. Po, e sigur të veç deka. Ja, absolut, edhe realinisht. Jo si benda, menoni me për shembull me bo na mini album, 2-3 kongë me qitë për i herë, a qyshën në të punë që shkojnë, sa nuk i di me emra, mos bona urë se s'di anglisht heq. Po, deri që tash i kena qitë një 2 kongë originale, janë 2 atë në YouTube, është Lies e para, që u dalë është anglisht, në ashtë atë titulli po kalzën. Rrenat, gënjeshtrat. Gështenjat. Edhe konga e dytë është Malbora. E preferum jam. E cila është Shqip. E kena edhe një live session që e kena bu Nomad Live Sessions, këtu në Futjan Gjyrë që e kena inqizu komplet. Shqip pan. E kena inqizu komplet set listën tonë. I kena videot në foqet Futjan Gjyrës komplet uncut e keni. Pa bënë synet, dhe më thonë e keni në Futja. Të na e kena cut kështu ta më në kong 3 minuta, 2 minuta, sot dhe që janë. Për momentin, e kena ashtu edhe kong originale për herës fundit që na konë s'kenë. Jena të punu për momentin me forcu që ato kong me thonë. Me Viagra, dru. Do me thonë dojna me qitë një EP me 6 kong, po besoj 7 dikën që ashtë. Originale, krejt. Mos me bo spoila në Instagram, kanë me e konë anglisht, ashtë që pa... A din so në di mirë anglisht, të di jam una mi kuptua, jua. Do me thonë një EP bashkan gjitën qëtu 2 kong që veç i kena qitë. Lies edhe Malboro, po. Lies është e vetë mja kong në komplet albumin me thonë. është e vetëmja kongë anglisht, tjerat janë keq shqip, për shkak që po kena qef shqip of law. Nice. Me poka janë munu me nanol shqipën, të lozëm patriotizm, bla bla bla. I like so much bro, s'ka qast. Shqipun jem background. Bravo, shumë po m'pëlqen. Po kena qef që para se me na gjyku, bile me na kuptu qa po thojna, apo të qysh? Jo me na gjyku, une po ma përmenja që shumica edhe këtyne, edhe pse edhe a dit në koncert, une që i po shumica kënë shqip, po ma përmenja në përgjithsi këta, jo veç rock, po në përgjithsi muzik që janë të dosht me bo, ose që bojnë,
mundohen me bo anglisht ju për faktin që kanë qef ose që kanë me riq në sen, po thjesht mi marrë vesh krejta, më kupton. E originaliteti juve për shembull, sa i përket kongës Marlboro, për shembull, ata më pëlqen mu. By the way, është pa R, është Marlboro, jo Marlboro. Për shembull, ata më pëlqen, edhe po ma mërmenja për so te keni përkrojën të jam, një 2200 views a kanë mi u boju për si të qesë, në tash e shojnë, e lizdojnë, nuk e di, po më pëlqen shumë, fakti që janë Shqip. Ajo është perceptimi jam se kompone përmes muzikës që po flas me tekste anglisht. Edhe pse ju e keni live, okay, ajo kon për mendimin tim u kon më shumë me thon prov. U kon prov. Fakti që u kon prov, nuk e na dit bash çfarë sondi po dojna me bo, për mu kon hera por si vokalist, ma herët jam kon drums, ato student, habi e kom pas në drums, shkoj shumë shkop ka herë. Do far gigash që se... Sport, ta këshyrë. Jo, valoj, ша zëri. Sa për me shku pak në Shkop që atë, me i bo do far giga. Po, hera por që kena bu kongën e por, dhe më thonë, u kon test, ma shumë s'kena di qëfar son dhe kem, e tash e kom vrejt që një far dashnije për gegnishte me thonë, avden. E kon një far, edhe pse jena të bu zhonër punk, kur e bën gegnishte, tinglon pak ma ndryshe. Absolut. Tinglon, e ko këgja është një far unik në stuet. Au fjetën Ja fal. nisa me full anglisht, ja, shira ka me ma liu që graj stera të full anglisht. Jo, adim se është rrym e till, është rrym pak ma, pak ma panqi, pak ma e grushtushme, po vetë fakti që e bën edhe gig, e bën edhe pak ma ndryshe, se ty s'mundesh për shembull me thonë aty Marlboro jashtë në xhamin e makinës, duke ty mosur, duke ngucur radin. Nuk mundesh ashtu. Kështu që ky fakt më pëlqen. Dhazë një cigarë nëse e krizove, pa dëshirë, nëse e din edhe shtëpis. Okej. Drejgjis po na voj me ditë që na kanë mbetur 3 minuta, kështu që mundu me bë më të najsan. Për dhëzë edhe në njolet e din edhe buki më çam intereson fort. Kusho buke? Regjisori, po mendoj producenti e doni. Ka produsa. Unë by the way, me çfarë fjola? Okay, thanks. Se kesh më thonë veç më shkniti, ku morë, po që edhe shkrejt zadul. I tregove planet, i tregove shumica e këtyne artistave që janë morë me këtë muzikë, orë një kohë që ose o dosht me vazhdu, me studiu ose me shku me punu në Prishtinë, ose dikon, edhe masanena për shembull, ose me shku jashtë vendit, edhe masanena u shuk. A më kupton? Kështu që po du me ditë edhe pse si në jo shumë atris, 25 i kom të ki 23. So menon që keni me shku, dhe sot keni qef, dhe sot keni dëshirë, dhe sot keni mundësi, a dhe sot të keni rrethonat, po menoj në përgjithësi. Dhe sot të keni rrethonat përgjithësi, unë çfarë. Unë studime t'i kom kry, punoj kjo veç habi. Për atë shko sa na lejohet që kjo farë rutine me mojt, kena me mojt. Okay. Qa me mojt, bre? Për atë shko sa na lejohet që kjo rutin, po, kena me mojt. Këto sene që i kreojnë, janë diçka që jesën, janë diçka që kanë me pos vlerë gjithë. Po menoj me vazhdu, edhe masit kryet albumi, mos me nalë, me bo sene, momentin që e shohim që s'munu mo, besoj që muzikonta kena me kënë të të në industri, qof me qit band, qof me whatever. Amo, po. Çaj bjen whatever se në zdimi në anglisht? Çfarë do të qoftë? Mallkuar qoftë. Sa është pifur. Nice. Po më pëlqen shumë. Murat, unë të kisha falenderu ty për ftesën. Për ftesën a veta. Kisha të falenderu për ordin. Se faleminderit. Shpejt bre erdha. Po shpejt erdha, shpejt shkuve, qa me bo, djali mirë e konë. Faleminderit nëse veç Adhejës kysan lejzën bashkë nëse bo mi ur bashkë, uji për logut. Dhe se më pak para teje, po, avet. Faleminderit e shumë. Faleminderit e shumë. I falenderojmë shumë edhe shikues. Falemindera shumë. Faleminderit për respektin. Respekte pa që gjithmonë. Faleminderit edhe për juve që na ndoqet, nëse dikush na ka ndjekur përpos aty në 26 personave. Like, share, subscribe, edhe ring the notification bell, cingrimat e notifikacioneve. Njoftimeve të futjan gjyrë, edhe nëse edhe ju s'kysa nëse i bon ma shumë se 100 views, kena me bo edhe episodin e dytë, musafiri episodi 2 është pak ma pak i rrezikshëm se ky i parit. Faleminderit edhe një herë, thank you very much.